qyteti i Mitrovicës që është më i bukur për atë që i ka thonë Perëndia. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve, që ajo që sapo e the është fake news. Lutum për gjitha nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve të Mitrovicës, po njëkohësisht edhe për nevojën më të madhe të mbështetjes institucionale që i duhet Mitrovicës, duke filluar nga zyra e presidentes qeverisë, për cilët kohët e fundit ka pas një përmirësim të dukshëm, por nga ana e nivelit komunal kemi një ambicie më të madhe që t'i adresojmë këtu si çështje. Mitrovica pas luftës, sikurse në fazën fillestare është trajtuar vetëm si problemi i Mitrovicasve, tash është mirë që e ka vëmendjen dhe mbështetjen e parës vendit, po njëkohësisht edhe të qeverisë dhe të kryeministit në detyrë zotë Albin Kurti. Kemi diskutuar për gjitha temat që janë në interes publik për qytetin e Mitrovicës, duke filluar prej çështjeve ambientale edhe deri tek çështjet arkeologjike që e shpalosin trashëgimin, potencialin, trashëgimin futurore. Po njëkohësisht edhe për mundësinë që qyteti i Mitrovicës, që është më i bukur për atë që i ka thonë Perëndia, po që nuk është demonstrim i gjendjes faktike në terren, të përmirësojmë dhe të avancojmë përmes investimeve dhe projekteve konkrete, qoftë ato infrastrukturore. I njohim për së afërmi problemet me të cilat ballafaqohet ky qytet dhe natyrisht ato janë të shumta, por kam besimin e plotë se gradualisht do të rregullohen, edhe me angazhimin e kryetarit dhe ekipit të tij, por edhe me përkrahjen tonë nga niveli qendror, sepse qytetarët e Mitrovicës meritojnë çdo të mirë, meritojnë që përkundër sfidave me të cilat janë ballafaquar, jo vetëm vitet e 90-ta, por fatkeqësisht edhe pas luftës, që tani më t'ju hapet rruga e perspektivës dhe rruga e zhvillimit. Ky qytet, qyteti ku jemi rritur, ka potencial të jashtëzakonshëm. Siç e përmendi kryetari, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore që ja ka falë Zoti, por edhe për shkak të traditës që e ka, për shkak të potencialit që e ka njerëzit e Mitrovicës në çdo fushë dhe për shkak të historisë që e ka. Jam e bindur se ashtu do t'jetë, duke e ditur vullnetin me të cilën punon dhe seriozitetin me të cilin e merr secilën punë dhe njëkohësisht jam e bindur që edhe nga aspekti politik, duke e ditur rëndësinë e Mitrovicës, rëndësinë e krejt kësaj pjese për shtetin tonë, do të bashkëpunojmë sa më shumë që t'jetë e mundur në mënyrë që të vazhdojmë ta ruajmë sovranitetin e Republikës së Kosovës, ta ruajmë integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Këto toka kanë qenë gjithmonë të shqiptarëve. Unë kam mendim dhe mendimi i parë është që ajo që sapo e the është fake news, është propagandë, është gënjeshtër, sepse jo një herë, por disa herë kam vizituar Petri Hamzën në këtë zyrë sa ka qenë kryetari i komunës së Mitrovicës. Prandaj dhe jo vetëm në këtë zyrë, por kemi qenë në vizitë në për projekte të ndryshme, në shkolla, në biznese, së bashku me të kemi vizituar edhe OJQ të ndryshme. Pra edhe kryetari paraprak e ka pas përkrahjen time të plotë.